shumë faleminderit që erdhe. Najsi, Që Elia. more, domethënë të bezdisa pak. Jo, as pak është një kënaqësi, e kam pritur. Është Kemi prandaj dhe unë u mërzita se kishim 3 javë që po e flisnim edhe thash, du të gjoni sot. duhet një diskutim nga ato të vjetrat që pak a shumë të dyve së bashku, duke folur, duke debatuar, duke ngritur pyetjet na ka bërë. Ta kam thënë që në fillim jemi që këtu ke ku jemi qenë një sa. nga inspirimet që unë kam nisur këtë podcast me bisedat që bënim bashkë. Dhe pse këtyre bisedave nuk i venim një mikrofon përpara dhe gjatë pandemisë e vlerësova si faleminderit edhe për Mendova me vend të bënim një gëzuar. Çka të vogël, po. Cheers. Oni? Do diçka? Ja, okay. Që kemi vetëm ne të dy. Jemi ne të dy. Dhe Është vonë, ka shkuar goxha. Po shtyer orari, kështu që jemi mirë. Okej, çfarë bëre sot? Sot pata një ditë të ngarkuar nga ato të zakonshme të punës, me klient. Okej, ne kemi qenë në të njëjtën klasë. Po, kemi mbaruar në studiuar 2013 bashkë. arkitekturën. Ke qenë një nga ato personat që kur unë shkundja rapidin ty të binin pikat nga mbrapa. Është një nga ato kujtimet e mia jo të këndshme. Pas një javë punë mbi një vizatim të bërë me dorë, planimetri. Të kujtojnë të gjithë ç'do thotë bëhet planimetria me dorë. Në orët e vona aty Elios nuk i punon rapidje dhe mendon se shkundja është një mënyrë e mirë. Pikat binin në gjithë klasën rreth e qark edhe në fletën time aty, kështu që doli. Dhe unë kur kthej i dha pak mood planimetrisë. Kthej kokën edhe shoh Xhonin që shifte tavanin nga po bin këto pikat. Fakti që unë të kam ftuar sot është për te pikave të rapidit. Sepse pikat e rapidit në kujtesën time përfaqëson atë që ti thua me shumë të drejtë, një koordinat në hapësirë, dhe ti kur ngrej kokën lart për të parë pikat e rapidit që binin, ishte një kërkon dimensionin e tretë. Kërkoj një dimension dhe këtë dimensionin unë akoma vazhdoj ta diskutoj me ty se kush është dimensioni që ti kërkoje. Dhe ti vazhdon, di unë që ti vazhdon e kërkon dimensionin që kërkon. Është ajo pjesë që kalon nga vizatimi 2D në arkitekturën që ne përjetojmë. Edhe kur flasim për arkitekturë më tepër për vetë eksperiencën, ditën tonë, ne jemi një qenie, thot Jani Palazma, që takojmë botën nëpërmjet shqisave. Edhe kjo është perceptimi. Perceptimi është thelbi i arkitekturës. Pra po ta marrim në çdo fush, në çdo rafsh që të diskutohet një shkencë, një fushë e caktuar, një disiplinë e caktuar, kjo ishte fjala që po kërkoja, një disiplinë, ajo ndahet, lirëzohet, pra marrim shtrесëzohet, thjeshtëzohet në një farë mënyrë. Si thjeshtëzohet? Ma shpjego bën. Thjeshtëzohet duke ngritur pyetje. Pyetje që mbase shmangin qëllimin përfundimtar, por qëndrojnë të fokusuara te një detaj, te një parametër. Besoj se është një fjalë që ty do të ndihmonte. Edhe kërkimi i këtyre parametrave absolutisht që çon në përgjigje. E gjithë fusha arkitekturës është një studim i hapësirës, i parametrit kryesor të saj. Çfarë është hapësira, ku shtrihet, çfarë përfaqëson. Përpara se arkitekti të vizatonte, thelbi ishte kalimi i një dijeje nga njëra pikë në tjetrën. Edhe kur nuk ishte zbuluar akoma mbase perspektiva gjithë elementet është shumë interesante. Ka problem? Jo, vazhdo.
Kartagjenasit e vjetër ishin lundruesit më të mëdhenj të epokës. Dhe ato çka bënin ishte shumë interesante. Nuk kishin mënyrë si me përquar dijen e tyre si ndërtonin anije, por shpikën Ikea-n që atëre në një farë mënyre. Ato ç'a bën është që modularizuan të gjithë prodhimin e anijes së tyre nëpërmjet kodeve. Çdo person mund të dinte shumë më mirë ku përkiste secila pjesë. Dhe ato eksportuan anijet e para të paketuara që montoheshin edhe domethënë veheshin në funksionim. Kjo një farë mënyre ishte një projektim, pra një kodim i një informacioni. Kodimi i informacionit që në kohët e sotme Po. përkthehet në pika, Linja, linja, vektor, vektor. plane. Doja që të thithja pak. Si. Dhe këto vektorët, ato i koordinonin me boshtet koordinative që kapnin nga duke parë sipër. Po. Pra boshtet në një farë mënyre janë ato 3 dimensionet e perceptuara në botën e përditshme. Simboli i kryqit na lidh direkt për shembull me fen. Po përpara fesë ai është përdorur thjesht si matës. Pra mund shkojë në këtë drejtim ose në drejtimin e kundërt. Majat e shikonin në këtë mënyrë. Ato perceptonin kryesisht 2 dimensione. Ato mund të shkonin në një drejtim ose në drejtimin e kundërt. Dimensioni i tretë është ai domethënë që gjithmonë u lidh edhe me lartësinë, nga vin pikat. Pra me atë disime të panjohurën. Sot jetojmë në një epokë tjetër pastaj që po zbulojmë universin. Po dëgjoja para disa ditësh faktin që ne kemi mundësinë që të eksplorojmë hapësirën tonë nëpërmjet pikave kuantike. Interesant. Dhe këto pika kuantike kanë një veti të caktuar që janë e vetmja gjë që ne na lidhin me vrimat e zeza. Pikat kuantike në një farë mënyre janë ato që ne na bëjnë të shohim një lloj lidhje midis vibrimit në një lloj pike dhe vibrimit në një lloj pike tjetër të hapësirës që kanë lidhje me njëra tjetrën. Pra një pikë që po vibron këtu tani në hapësirën tonë, binjakizohet me një lloj pike tjetër që mund të jetë në një lloj pike tjetër të hapësirës. Ky është thelbi i teleportimit në vetvete. Transferimi i informacionit. Kalimi, pra në rast se kemi mjafton kaq 2 pika. Pra një pikë është një pozicion hapësire, është diçka më tepër, është një informacion, një drejtim që ka kjo pikë. Pikat kuantike janë 2 pika të binjakizuara, 2 koordinata të ndryshme. Nëpërmjet një frekuencë kam përshtypjen, jo nëpërmjet vektorëve. Ne i masim dëgjojmë me vektorë. Besoj se në shkencë nuk ja kanë dhënë ende përgjigjen, domethënë si ato arrin të binjakizohen, po fakti është që në rast se njëra ka një dhënë negative, pra thot 1, e kundërta e saj thot -1. Dhe kjo është thelbi. Po thjesht me këtë domethënë është baza edhe e kodit Morse për shembull, kalimit informacionit. Po. Ato kodet që 0-1, thelbi i elektronikës në një farë mënyrë. Në një pikë është 0, në një pikë është 1, dhe kam parë tek libri i Stephen Hawking, që thot vrima zez është një pikë në të cilën ti heq material. Imagjino një shkretir. Po. E vetmja mundësi që ti të krijosh një mal
është që të heqësh material nga një pikë dhe të krijosh një mal në një pikë tjetër. Do të thonë në një pikë ti krijon një negativitet dhe në një pikë ti krijon një Zhdukja dhe krijimi. dhe zhdukja dhe krijimi, po. Zhdukja dhe krijimi janë dhe ajo që e bën arkitekturën e ditëve të sotme një Po. Mund të Ka krijosh po- shumë thjesht, por të rikthesh është vështirë. Prandaj është, domethënë, edhe gjithë fusha e restaurimit, edhe gjithë, domethënë, e çka duhet të ruajtur. Është një nga debatet më të ndezura sot në arkitekturë. Çka duhet ruajtur, si duhet ruajtur, si duhet restauruar, sa duhet të duket, domethënë, kalimi nga versioni pa restauruar në atë të restauruar, si duhet të jetë linja që i lidh këto dy pjesë. Absolutisht. Po kam përshtypjen që pjesa e restaurimit ka një pjesë që për shembull nëse ti ruan një pjesë të asaj që ti do të ndërtosh dhe ndërton një pjesë të re, në një farë mënyrë e ruan një pjesë të historisë dhe në një farë mënyrë tjetër zhvillon një epokë të re. Nuk ka nevojë gjithmonë të prishësh për të Në thelb ne jemi informacion, jemi një qenie që kemi shqisat tona. Ma. Dhe nëpërmjet këtyre shqisave, për shembull, nëse mund të them një referencë, Joani Palazma, syt e lëkurës, thot ai, eyes of the skin. Pra, lidh dy shqisat kryesore, të prekurin dhe të shikuarin, për të treguar diçka për te. Pra, për teja sajt çka ne shikojmë, ne perceptojmë, ne kemi një kujtim brenda vetes, që nuk është gjë tjetër veç se sa përsëritja e disa inputeve që këto shqisa marrin. Këtu qëndron dhe vlera që ne kemi, që nga nostalgjia deri te dashuria. Janë emocionet që ne na shkaktojnë nga përsëritja e disa inputeve që marrim që janë të pëlqyeshme për ne. Dhe kjo është thelbi i të trajtuarit bukur të hapësirës. Nuk e di sa u shpreha qartë. Më nxite një temë që është e bukur. Çfarë thotë e bukur? Ekziston më të vërtet fjala e bukur apo është ajo që ne na thonin në shkollë që fjala e bukur nuk ekziston, është një Unë besoj se ekziston. Ekziston dhe mënyra më e qartë për ta evidentuar është pikërisht ta shikosh si ajo ka evoluar. Piktura është një disiplinë që e tregon shumë qartë. Po shikojmë pikturat për shembull e periudhës së rilindjes, shikojmë si perceptohej atëherë, domethënë, bukuria femërore. Sot janë shumë të ndryshme, domethënë ato forma që atëherë artistët përfytyronin të bukurën dhe sot domethënë besoj është një dualizëm, është një pjesë, janë në shije të ndryshme, janë rryma mbase të ndryshme. Kuptoj. Interesante është kjo. Po, domethënë a ekziston e bukura? Përgjigjja më me vend që mund t'jap është ekziston sepse ajo ka ndryshuar në epoka të ndryshme. Ka ndryshuar, po fakti që për shembull ka ndryshuar dhe s'ka ndryshuar një të kohë. Duke për shembull është mua më gjithmonë më nxit atë imagjinatën, pjesa që e bukura ka një lloj pa kuptim shmërie në po thelbin e fjalës së vet. Ajo pa kuptimshmëria që ti thua, për mua është thjesht ai kujtimi shqisor që ne, domethënë, çon përtej faktit që një gjeometri e tillë duhet perceptohet si e bukur. E kuptoj. Është një lidhje më e thellë. Po, në kontekstin e të qenurit e bukur të një vepre që ti mund ta varësh në mur, pjesa që mund të jetë e bukur mund të jetë subjektive. Absolutisht. Domethënë
Ti Ndryshon. mund të kesh një gjë që mund ta mbash në shtëpinë tënde, ndërkohë që një vepër arkitektonike ti s'e mban dot në shtëpinë tënde, është pjesë e qytetit. Absolutisht. Dhe kjo e bën Për shembull, arkitekturën mua më bëjnë shumë përshtypje pjesë të qytetit që janë në Tiranë, për shembull, janë disa godina që janë bërë me një fasadë të zezë. Fasada e zeza ngren pikë pyetje. ka një tërheqje ndaj shqisave që të duket si diçka, është ndryshe nga këto fasadat e tjera, po Është elegante. në klimën që jetojmë ne, Është problem. është thith shumë rreze diellore dhe emeton nxehtësi mbasi këto rreze i thith dhe e bukura kthehet në një diçka që çfarë është e bukur? Kupton, është e bukur kjo ngjyra që ka, apo duhet të jetë e bukur një gjë që ka dhe ngjyrën në lidhje me funksionin që ajo ka? Në plan të parë mund ngjaj interesante të thuash një objekt, domethënë do ngjaj më elegant, në momentin që do jetë i errët, do krijoj perspektiva më të ngushta në perceptim. Kjo është, domethënë, ajo çka të errëtën e bën të bukur në atë perceptimin e përditshëm. Por arkitektura ka kontekst. Domethënë, konteksti shtrihet që nga zona gjeografike deri tek emocioni i një situate caktuar në një sajt, në një vendodhje. Edhe të thuash që një ngjyrë e bën një ndërtesë të bukur apo jo, është, domethënë, ta shikosh në mënyrë të cekët. Kjo është, besoj, çfarë doja të thojë edhe ti, domethënë që nuk është thjesht një ngjyrë që e bën thelbin e arkitekturës. Arkitektura është një zbulim i vazhdueshëm në hapësirë. Në këto 3 dimensione që sado, domethënë, shkencëtarët mund të thonë, për shembull në fushën e fizikës, që sa dimensione janë, të kapësh lloj-lloj diskutimesh perceptive të është universi brenda nesh apo jetojmë ne në univers, shumë pyetje të tjera. Prap arkitektura shtrihet në atë gjën konkrete, në atë gjën që ne përjetojmë përditshëm, në atë të pandryshueshme. Sa është konkrete kjo që përjetojmë ne? Ti beson që është konkrete? Është aq konkrete sa bën të mundur sot që nga NFTs, monedat virtuale deri tek është kaq konkrete, ka kaq detaj brenda. Pra ka aq shumë parametra sa absolutisht bota reale ngelet ajo e perceptimit të përditshëm. Dhe është shumë e rëndësishme, domethënë, që arkitektët po gjithë artistët të qëndrojnë të lidhur thelbësisht me perceptimin e të bukurës që i bën shërbim njeriut. Sot art absolutisht quhet shumë gjëra, quhet që nga një banane ngjitur në mur me një adeziv deri tek një vilë që nuk njeh kohë Frank Lloyd Wright, por realiteti ka hapësirë për kaq shumë diversitet. Fakti që realiteti ka dhe hapësirë për ndjesitë tona më bën shumë të mendoj për te faktit që, për shembull, po flisim një ditë për pjesën e dorezës që hyn në një ndërtesë. Është shprehje e Jani Palazmës që mua më ka goditur edhe nuk Doreza mund të jetë një nga pjesët is the handshake of the building, është dhënia dorës që të jep objekti. Domethënë zhurma që bën ajo prekja, domethënë është e ftohtë apo është e ngrohtë me dru, domethënë është si pavarësisht është një hapje lehtë, një hapje që kërkon energji. Pavarësisht se është një prekje, ajo krijon një dimensionalitet hapësinor. Ekziston hapësira për te asaj dere në momentin që nuk është askush duke e vëzhguar atë? Një nga pyetjet filozofike të ngritura ndër. Domethënë, ne jemi tani leximi i shqisave tona e bën hapësirën, jep vlerë hapësirës. Jemi te George Berkeley. Ja.
George Berkeley thotë që në qoftë se një qershi është e kuqe, është e kuqe sepse e shoh unë që është e kuqe, apo ka me të vërtet ngjyrë? Kush më siguron mua që ajo që unë quaj e kuqe është e njëjta gjë që ti Kush? quan e kuqe? Po, a është rrezuar ajo në të vërtet nëse A pemë ka jetuar ajo pemë? Pemët besoj se janë të gjalla dhe është e frikshme sa jetë gjata janë disa prej tyre. Janë kalojnë, domethënë është një formë jete. Ndonjëherë mendoj që a kemi ne mundësi të jetojmë si pemët? Do doja? Apo thjesht e kanalizojmë jetën tonë në mënyrë të tillë që mos jetojmë sa pemët. Nuk kam një fakt që thotë që ne po mos jetonim në një mënyrë të ndryshme, ne do jetonim kështu siç jetojmë tani. Besoj se ka lidhje edhe sa don të bësh në jetë, sa don të lodhesh në jetë. Në dyja kuptimet. Sa don të shkosh në palestër dhe sa don të rish para kompjuterit. Jo vetëm në sensin negativ të... Po, e kuptoj çfarë thotë. Si po duket podcasti? Nice. Të përgëzoj një herë për gjithë iniciativën. Është e bukur. Shpresoj që të vazhdosh, të... Kam kaluar atë pjesën që quhet Podfade. Bazë 10 episodeve, nëse ti sipas studimeve të YouTube. Po, jo YouTube-it, se podcasti mund të ekzistojë edhe në Spotify ose në media të tjera. Është përqimi një bisede, një informacion. Nëse ti kalon 10 episode, ose nëse ti ndalon përpara 10 episodeve, quhet Podfade. Ne nuk kemi bërë fade akoma, nuk kemi bërë fade akoma, jemi këtë 12-ta, dhe jemi akoma duke pritur njerëz. Unë besoj se dhe Gjoni është një nga njerëzit që prisnim, dhe që me zi e prisnim dhe që erdhi sot. Është shumë kënaqësi, besoj, domethënë se është diçka që i mungon dhe duhet vërtet në diskursin shoqëror sot në Shqipëri. E kuptoj, po nuk kemi shumë followers sa. Do kesh me kohën. Nuk e besoj që do ketë shumë, thjesht nëse na ndjek dikush ti bëj subscribe që ti dëgjoj këto subscribe sepse është mjaft interesante biseda që zhvillojmë këtu. Që zhvillon Elio. Faleminderit. Lutem. Më pëlqen shumë fakti që biseda jon merr tradhja sa arkitekturore, po edhe filozofike. Për ta shpjeguar për disa persona për shembull që nuk kanë një background teknik në filozofi, ne kemi zhvilluar një lloj aspekti të mënyrës së menduarit që mendojmë filozofinë në mënyrë hapësinore dhe prandaj shpeshherë flasim për filozofinë që lidhet me përtej planetit ton. Unë kam zhvilluar disa podcaste për shembull për planetin Mars. Mund të jetojmë në planetin Mars, nuk e di nëse mund të jetojmë në planetin Mars. Besoj që një nga gjërat që kemi folur dhe në podcaste të tjera është pjesa e faktit që nuk mund të jetojmë pa një pjesë të tokës në planetin Mars. Pa një pjesë të tokës? Po. Për shembull kjo tavolina. Po. Është një pjesë e tokës. Fakti që ne kemi zhvilluar idenë e tavolinës është një pjesë që neve na bashkon. Domethënë neve të dy tani jemi në një tavolinë. Absolutisht. Fakti të jetuarit në një kontekst të tillë, ne do na duhet psikologjikisht dhe në hapësira të tjera. Pra kur flet për pjesë të tokës, është shumë gjigande, shumë e madhe, ndoshta edhe pa imagjinueshme, ndoshta është edhe përtej asaj që ne po flasim tani, po ndoshta s'ja kemi fare ide. Kur thua pjesë të tokës, e ke fjalën pjesë fizike, pra për pjesë të kulturës që kemi zhvilluar ne në këtë lloj koordinate gjeografike planetare. Ndërhyjore. Absolutisht. Besoj se janë me grada këto. Zhvillimi i një specieje, domethënë arrin të
jetoj në një planet, në 2 planete, në disa planete, ndahet në... Po, Tiago, po nëse jetojmë vetëm në një planet, mund të jemi shumë të rrezikuar. Absolutisht, kjo është Don, mund të jemi shumë të rrezikuar, ne mund të jetojmë dhe thjesht pa arkitekturë. Po është shumë interesante një të kohë një pjesë e shoqërisë njerëzore që e shikon në mënyrë mbase më romantike. Më ka një kuriozuar gjithmonë që e shikojnë si një pjesë, domethënë që ne jemi krijuar këtu, besojnë ato. Dhe duhet të ekzistojmë këtu. Ke një pjesë që beson që bota është e sheshtë. Ke një pjesë që beson që ku mund përmend përpara që historia fillon Bibla thot më duket 12.000 vjet më parë. Ndërkohë 12.000 vjet më parë ke rënoja në brigjet mesopotame. Cila është e vërteta? Besimi është ajo pjesa universit brenda nesh, ndërkohë që 3 dimensionet e perceptueshme, arkitektura dhe vlera e saj, domethënë ajo pjesë që nëse ne duam të ekzistojmë në Mars, duhet shkojnë në Mars. Kupto? Është e pandryshueshme. Nuk mund të shkojmë në Mars duke besuar që toka është e sheshtë. E kuptoj. Shumë interesante. Sidomos pjesa që ne jetojmë këtu dhe po mendojmë që të jetojmë diku tjetër. Don pjesa që ç'na bën të duam ose kënaqësinë që na jep mendimi të jemi diku tjetër. Është llogaritja matematikore që nëse jetojmë në 2 vende të ndryshme, kemi më shumë probabilitet që të rezistojmë më gjatë, sepse një planet është gjithmonë... Pse të intereson ty kjo? Për të jetuar më gjatë. Besoj se në rast se ekzistojmë në 2 planet, marrim një situatë hipotetike, edhe i drejtohet tokës një asteroid. Nuk besoj se do jemi në gjendje që 7 miliard njerëz, 8 miliard t'i çojmë në Jo, po s'mund të çosh 8 miliard, po mund të çosh 10. Po, dhe mundësia që ti t'jesh prej midis tyre të bën që ta dëshirosh këtë gjë. Jo. Dëshiron pjesën që ti mund t'jesh ai 5 personat që mund t'jenë atje, mund të kenë ose mund të trashëgojnë një pjesë nga kjo kultura që po transmetojnë ne tani. Pra ajo që ne na bën të ndjehemi mirë është që ajo që kemi arritur që si familje deri si specie, domethënë të trashëgohet, të kalojmë luftra, pavarësisht se bëjnë shumë gjëra, është pjesa që është UNESCO në thelbin më të gjerë. Është interesante edhe në aspektin e arkitekturës, si është në epoka të ndryshme, domethënë si është perceptuar identiteti. Frank Lloyd Wright për shembull, deri para ti në Amerikë I love Frank, man. Really love him. Edhe para ti në Amerikë kishte një arkitekturë viktoriane të importuar nga Europa. Domethënë shoqëria lartë atëre preferonte vilat siç ishin në Londër, siç ishin në Paris, dhe delën, domethënë në fillim të shekullit, Franku që thot, jemi një kontinent tjetër, kemi një identitet tonë, duhen respektuar gjithë ngjyrat që ka kjo tokë dhe kush ka jetuar në këtë tokë. Tu fillon dhe inspirimi i tij për shembull me kulturën maja. Po, domethënë pa e thënë ti akoma, po mendoja që ai merr disa nga inspirimet e tij. Edhe domethënë kalimi, përkthimi që i bën, domethënë po ai është shumë arkitekt. Domethënë merr inspirime nga majat, po shumë arkitekt. Edhe majat kanë qenë arkitekt për atë që kanë bërë. Po, patjetër. Po nuk ishin zbuluar sandalet, por kanë bërë objekte fantastike. Thjesht ai bën të objektet e tij për kulturën. Për shembull, ne dim që Frank Lloyd Wright merrte
inspirime ose merrte disa element nga kultura maja dhe I përdorte. Po kultura maja ka marrë diçka nga dikush tjetër? Duhet shkojmë shumë për te, mbase të kishim një time machine edhe të ktheheshim dhe të shikonim domethënë si e kanë gjeneruar, çan kanë qenë motivimet e majave për të arritur në ato forma gjeometrike të konturimit të hapësirës që bënin. Dhe domethënë ajo lidhja shpirtërore që Frank Lloyd Wright vet thotë që ka qenë thjesht një nga librat më me ilustrime të bukura që kam pas në fëmijëri, tregonte histori dhe kishte ilustrime mbi fiset maja dhe kjo që lidhja ati, domethënë e thellë dhe që e shoqëroi gjatë gjithë jetës për me dhënë atë lloj ndjesie përtej kopimit të disa linjave ose proporcioneve të caktuara. Po ka një gjë shumë të rëndësishme që e kam parë te arkitektura Frank Lloyd Wright që është kompozimi me anë të bloqeve. Është shumë interesante. Dhe kompozimi me anë të bloqeve kam përshtypjen që mund të jetë ka qenë dhe në kulturën maja. Domethënë përtej atyre në thelb ato prenjen përtej atyre inspirimeve që ti shef si fasad ose inspirimeve që ty të kujtojnë kulturën maja, ka dhe një inspirim të brendshëm që është ADN-ja e arkitekturës që bën ai, që është kompozimi me anë të bloqeve. Frank Lloyd Wright kompozon me anë të bloqeve dhe bloqet janë një nga pjesa kryesore e arkitekturës së vet, që janë disa mënyra se si ti ta ndërtosh arkitekturën në miniatur, domethënë në element kompozicional ndërtimor që janë tullat katrore, po dhe në element kompozicional që janë hapësira, domethënë ti ke ca tulla hapësiras që ti mbi vendos me njëra tjetrën, dhe majat bënin këtë gjë. Domethënë po ti shohësh ato tempujt janë si disa tulla, pavarësisht se ti nuk shef tullën vetvete, po ta analizosh, atë është një tull që formohet me njëra tjetrën për të krijuar disa qytete, disa hapësira të ndryshme, disa si përkthehet ai esencia e hapësirës. Domethënë ka një sens universal që pavarësisht inspirimeve të Frank Lloyd Wrightit, ai ka gjetur sensin universal, ka gjetur shpirtin e vendit atij vendit, genius loci në atij vendit. Fiks. Sepse në vetvete majat atë modularitetin e përdorin në objektet e tyre më të rëndësishme, në tempujt. Guri që mundson të atë modularitetin, sepse po të analizojmë tipet elementet e tjera, drurin, baltën që ato përdorin, janë më vernakular në vetvete. Gurin, si element më modular, më të pandryshueshëm, ato e përdorin pikërisht për tempujt. Nga ana tjetër kemi Frankun që përktheu këtë modularitet, biles është inspiruar dhe në gdhëndjet që kishte mbi modulet dhe e përdor në epokën ku po studionte atë që kishte arritur me vilat për shumë të pasurit e kohës, ta kishte me vilat më ekonomike që po studionte në atë, për t'i dhënë mundësi edhe klasës së mesme dhe të ullët të kishte një jetesë më të prekshme të asaj pjesës së qiuarit botës në një shtëpi individuale në gjuhën e përditshme vilës. Edhe pra majat e përdornin si elementin më të lartë të tyre, modularitetin e gurit që ishte i rrallë në mes të xhunglës me zore gjenjen për të ndërtuar tempullin, dhe nga ana tjetër kemi Wrightin që me modularitet don të krijoj prodhimin në mas, prodhimin e lirë, prodhimin, domethënë që çon shoqërinë në një zhvillim, jep më vlerë faktorit ekonomik të modulit. Interesant është. Interesante. Pjesa e modularitetit, po thuj se gjen të që nga Kartagena, si thash, domethënë që
përsërisnin anijet e tyre deri tek edhe pjesa e të luftuarit në një batalion është një modul i ripërsëritur i një postacioni pune. Po. Të analizojmë luftën, ishte shumë e bukur. Puna si një postacion pune 1-1, ku ti ke një hesht. Po heshtën e man nga e majta apo nga e djathta? Apo ke dhe je sallaks apo ajo, domethënë simetria e përdorimit të truarit. Nuk e di nëse i ndanin sallaksit apo më këtë. Është interesante si kanë mbjetuar sallaksit. Qa fjale, sallaksit. Si kanë mbjetuar, domethënë po ta mendosh në aspektin e Darwinit të gjithë, domethënë e tipari dominant, nuk bën sens që të ekzistojnë akoma. Duhet të ishin asimiluar si thjesht pjesë më e vogël. Por mendojnë, e ishte domethënë shumë i bukur si studim, që deri në epokën e mesjetës, së vonë, rilindjes, domethënë kur akoma ishin duelet dhe gjithë kjo pjesa ku inteligjencia matej edhe me anë fizike, mendohet që ato kanë pas një avantazhin e surprizës. Domethënë gjithmonë njerëzit janë mësuar për shembull në dy luftimin me shpatë të luftosh ka dikujt që është gjithashtu i djathtë. Edhe kur vinte dikush që ishte sallaks, domethënë një surprizonte dhe ai gjithmonë rigjente atë edge-in për me sfiduar pjesën dominante. Interesante është edhe kjo. Nuk është shqis, po është një tipar, domethënë që mbieton. Tipari i njeriut që mbieton në koret ndryshme. Me veçoritë e tij, brez mas brezi. Po do të keqen veçori që ka pas dominancë. Sapo mos këtë parë. Simetria është shumë e çuditshme. Domethënë në thelb koncepti, po ta kthesh në aspektin filozofik, është shumë e çuditshme. Për shembull, në këtë podcastin, në këtë bisedën që po bëjmë ne, pse qëndron ti gjithmonë, si vjen, majtas? Pyetja. Ja majtas apo djathtas, si bën? Majtas besojnë në ekran. Po, sepse është standarde, është në gjithë podcastet, domethënë që kam parë, kudo në thelb intervistuesi qëndron majtas, mbas se ka lidhje me mënyrën si shkruajmë. Nga e majta në të djathtë. Majtas? Dhe unë majtas? Po. Unë gjithmonë mendoj se jam djathtas, Je në të djathtën tënde, po në të majtën e vëzhguesit të tretë. Unë të kam përballë. Nice to know this. Bëri shumë përshtypje, po shikoja një intervistë Jani Palazmas me Peter Zumthar. Edhe ishte bisedë si kjo që po bëjmë ne tash, nuk jemi shumë larg. Por interesante ishte që në momentin që po pyesin njëri tjetrin, momentin që gjithmonë ai që pyet ndryshuan vendet për me shkuar majtas, ai që pyet. Hajde. Të pyeson? E bëjmë dhe të ndrimin? Gjonit vikti janë shkuar? Shiko, edhe në aspektin e YouTube-it besoj do ishte më e çuditshme, të shikosh domethënë gjithmonë nga cila anë do rri Elio. Si do e ndjej domethënë vete. Po pse? Po pyes thjesht për kuriozitet hapësire. Si anën e krevatit në flet. E ke fiksim. Zjell nga dritarja, zakonisht. Unë s'kam dritare nga dyra krah. Thjesht natyralisht. Për, s'ke dritare nga dyra krah. E ke te këmbën. Edhe nga krahu majt. Jo, është dhëmë goxha e madhe dhe është larg, pra në të dy krahët nga mure. Nga njëra anë e ke. Unë nuk flej nga dritares, Po pse? Nuk e di sepse nuk është faktor fare. Në përzgjedhje, nuk e di pse flej. Mbase sepse i mat flej dhe gjithmonë krahun e djathtë. Unë flej nga në dritare. Unë kam dritarin gjithmonë brapa. Unë mendoj që zgjedhja e Elios këtu ka diçka në subconscious. Kjo është. Okej.
Sepse mbasi në faktin që jem afër një korridori, është më safe, përsa ti je më izoluar, nuk pëlqen close space. Unë dua që të vazhdoj edhe pak me John. Kënaqësi. Doja që të flisnim dhe për pjesën e arkitekturës që ti po bën. Arkitekturë si punë po bëj. Kam një studio, një hapësirë timen, së bashku me një shoqen time, domethënë që Te oshtari pa njohur. aty. Që mundohemi pikërisht ta shikojmë arkitekturën në këtë lloj niveli bisede që po bënim, për bërë një arkitekturë për njerëzit, për atë që do e jetoj, jo për të prodhuar një render të bukur, një vizatim të bukur, një mbas edhe një objekt që dikujt me perceptim dhe pa thellim në arkitekturë do i dukej e bukur, por për të kërkuar atë përtej të bukur, për të kërkuar atë që ne na nxit, na bën të jemi mirë. Është e bukura dhe është ajo që na bën të ndjehemi mirë. Ne jemi në kërkim të kësaj të dytës. Interesante është edhe kjo. Jo, kam qenë disa herë ke hapësira jote është goxha interesante, sepse aty përjeton pikërisht nëse në një farë mënyre kanë qenë shpellat, një lloj mënyre për të personifikuar një tribu. Tani ekzistojnë shtëpitë dhe zyrat. Po. Dhe zyrat janë një lloj mënyre se si ti personifikon dhe ndjen një ndjesi të asaj që krijohet nga ato që jetojnë brenda asaj. Janë shumë të ngjashme me këtë hapësirën këtu që ne po flasim. Janë në një hapësirë diskutimi, një hapësirë mendimi që na lidh neve të gjithë së bashku rreth kësaj fushës së studimit të hapësirës. Të kësaj distance që ne perceptojmë. Dhe objektet dhe Newtoni e shikonte si një teatër. Nuk e dija, domethënë mund ta zhvillojmë. Newtoni e shikonte si një skenë, si skenën e një teatri, mbi të cilën mund të luhet çdo shfaqje e mundshme. Dhe kjo është dhe hapësira. Pra të prodhosh formë, do thotë të japësh një shfaqje. Hapësira është, domethënë, mediumi ku ne zhvillojmë gjithçka, që nga mendimi, na duhet hapësirë për të menduar, deri tek proceset më bazike jetësore. Edhe është e pafund me mënyra si ne interagojmë me këtë hapësirë, ndjesitë që na jep, si ne e perceptojmë, si ne na bën të ndryshojmë moodin, ngjyrat, çdo gjë, është e gjitha informacion i vendosur në një skenë. Këtë thonte Newtoni. Pastaj Einstein e bëri gjithën relative dhe ku jemi? Ku jemi tani? Shiko, Franku Lloyd Wrighti që tham që duam të dy, përfaqësonte deri një epokë. Një epokë për mua që ishte mjeshtri. Ishte akoma ajo personi që bën gjithçka. Përtej saj erdhën gjithë mjeshtrat e tjerë, të cilët bën atë, pra morën disiplinën dhe tham ajë ta lirizojmë, ta zbërthejmë. Në çfarë konsiston për të gjetur disa të vërteta që ne na bëjnë të mund ta përsërisim dhe pa menduar aq thellë mund ta riprodhojmë gjithmonë mbase dhe pa patur atë mjeshtrin. Pra është mjeshtri, është arkitekti që don të lej përtej tij një kodim të së bukurës në thelb. Corbusier, Louis Kahn, këtë
u mundua në një farë mënyre të bëjnë. Pra po të shikosh, thjesht Vilën Savoy për shembull, hedh në hapësirë një grid dhe në këtë grid, pra në këtë hapësirë që e dimensionon në këtë rrjet, fillon vendos gjithë ato elemente, të gjitha ato orderat e vet, domethënë si ai besonte që duhet të jetë kjo arkitektura. Pra, po shiko, jemi akoma në fazën e zbërthimit të disiplinës për të evidentuar dhe për dhënë përgjigjet kush janë përshtatshmet, si duhet dritarja, si duhet dera, si duhet një ambient, një volum, kush duhet jenë lartësitë, njeriu Vitruvit e gjithë kjo, ja. Por, ajo ku jemi sot është që një farë mënyre jo ja konsumuar, por është i mjaftueshëm informacioni që kemi për të gjithë zbërthimin e këtyre mjeshtrave të mëdhenj që kanë bërë. E vështira sot është ti filtrosh, ti bashkosh dhe domethënë të dalë ajo thelbi i asaj që duhet arritur. Është kush, sepse janë, pra po ta shikojmë në çdo mod, në çdo frymë të ndryshme që mund të ketë arkitektura, në thelb të gjitha mund të ndahen. Pse në periudha të ndryshme ka pasur më tepër dekor, në periudha tjera më pak dekor? Arsyet ekonomike, gjithë këto janë të kuptueshme. Por njeriu ne bën një të kërkonin këtë dekorin po ose jo, sot jo, dhe informacioni që kishin. Në një periudhë mesjetare duhet të prisje sa të kthej ai që do jepte shkoj lufta mirë apo jo, vinte maratonomaku të jepte përgjigje. Dhe në këtë periudhë ai që jetonte në shtëpi nuk kishte informacion. Dhe çka kërkonte të fliste me skulpturën, me pikturën, me dekorin. Sot kemi informacion base më shumë se ç'duhet. Dhe kjo është domethënë gjithë bërthama e arkitekturës minimaliste, të pastrohet për të çuar domethënë në thelbin, filtrimi i të gjithë teorive. Okej. Më pëlqen kjo lloj mënyre mendimi. Mund ta kem gabim, po. Jo, Të besoj. është shumë inspiruese për ta dëgjuar. Ne kemi një lloj pjese që duhet të mbarojmë brenda 45 minuta. Sa kohë kemi? Kështu Sa kohë kemi? Shumë faleminderit Xhoni për kënaqësi, Elio. qenurin Vërtet këtu me ne. kënaqësi. Shumë faleminderit që pive pak çaj me Hajde gëzuar edhe një herë. Cheers. Do jesh prap këtu. Kur të duash. Vetëm pas surpriza. Thanks man. Thanks. E Faleminderit. ju që keni qef arkitekturën, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton dhe gjithashtu të na bëni follow në Instagram ose në Spotify në kanalin ton Tipar Zanor.